Për herë të parë, Romeo Vesha ka folur hapur për ndarjen e tij nga Heidi Baci. Në një intervistë ekskluzive, ai theksoi se marrëdhënia e tyre përfundoi pa tensione dhe me respekt ndërsjell. Lidhja ime me Heidin përfundoi me respekt. U njohëm brenda, qëndruam 3 muaj jashtë dhe nuk funksionoi. Kishim mendime të ndryshme për jetën, e respektoj. U shpreh Romeo duke treguar qartësisht se nuk ka asnjë konflikt mes tyre. Për të lidhjes personale, Romeo foli dhe për karrierën e tij, për eksperiencën e tij në televizion. Ai u ndalte koha e kaluar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke theksuar se ruan kujtime të bukura nga puna atje dhe pse tashmë ka zgjedhur të ndjek rrugën e tij. Për fancat, ai sqaroi gjithashtu se pjesëmarrja në shtëpinë e famshme ishte një eksperiencë që e pasuroi personalisht, edhe pse nuk përfundoi gjithmonë ashtu siç kishte pritur, duke treguar se nuk ishte një eksperiencë e mirë për të. Komentet e tij pasqyrojnë një qëndrim të matur dhe të reflektuar, duke shmangur dramatizimin e ndarjes. Romeo Vesha duket se ka mbyllur këtë kapitull në mënyrë më të qetë, duke mbajtur respektin dhe kujtimet e mira nga momentet e përbashkëta.